Kanë kalu mbi 9 muaj që kur qytetarët e Kosovës kanë folur me votën e tyre dhe i patën thënë një jo të madhe të ashtu quajtur të referendum të Albin Kurtit, duke i thënë jo po ashtu mentalitetit të qeverisjes një partijake e autokratike. Po ashtu kanë kalu më shumë se 7 muaj kur jemi mbledhur si të zgjedhurit e popullit këtu në kuvendin e Kosovës për të konstruar edhe kuvendin e për t'i dhënë përsëri qytetarëve e Republikës institucione legjitime. As njëra nga këto nuk ka ndodhur. Më vjen keq që për herë të parë ndoshta këtu para jush, qysh me 27 prill, apo ndoshta me 23 prill, kam thënë që ky ngërç do të vazhdoj nëse nuk tërhiqet zoti Kurti nga mentaliteti i tij bllokues dhe përfundimi do të jenë zgjedhjet e parakohshme. Kam kërkuar qysh atëherë që këto zgjedhje të mbahen më herët në qershor, në mënyrë që qytetarët ta thonë fjalën e tyre edhe një herë për të na dhënë drejtimin që ata e kërkojnë. Kjo nuk ka ndodhur sepse ky mentalitet bllokues i vetëvendosjes së zotit Kurti e ka sjellë Kosovën pikërisht në këtë situatë, pas këtij dështimi të paralajmëruar. E pas kësaj blerje kohë të panevojshme të 15 ditësh të fundit me kinse mandatarin e dytë Konjufca, Presidenti i Republikës e ka obligim që sa më parë ta shpall datën e zgjedhjeve, që të mos humbet kohë e vlefshme edhe më tej, sepse qytetarët kanë nevojë për institucione legjitime dhe funksionale. Edhe propagandimi i të pavërtetave të shumta që tentua të bëhet sot me seancën e parë nuk penui. Kosova nuk është duke i rrezikuar as fondet e Bashkimit Evropian me mosvotimin e sotëm, as nuk i ka rrezikuar kreditë e Bankës Botërore me mosvotimin e sotëm, e as qytetarët e Kosovës nuk mbesin pa pagat e tyre në vitin e ardhshëm për mosvotimin e buxhetit të sotëm. Në fakt, ajo që ka mundur të ndodhte sot me votimin e atyre pikave do të ishte një përligje e mentalitetit antikushtetues, një përligje e qasjes e cila nuk mërzitet për ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.